Okej, unë praktikisht të thash që dua thjesht ta bëjmë sa më të sinqert, kam bërë një strukturë në mendjen time duke ditur çfarë duan studentët të pyesin. Kam 2 muaj që përpiqem t'i njoh, mendoj se njoh diçka, dhe do përpiqemi që ta ndjekim atë strukturë, po je i lirë, ki parasysh ta tregova audiencën kush është, ç'a më shumë vlere mendon se i jep, jepe. Gjëja e parë që nisën edhe mendoj ka vlerë në kontekstin e studentëve është praktika, dhe ne po flisnim para se të vije, pikërisht për praktikën që bëhet gjatë shkollës. Edhe kjo është një temë shumë konfuze për studentët, kanë shumë dilema. Ju keni nisur një praktikë gjatë shkollës dhe gjëja që mua më bëri më shumë përshtypje që vendosa që kjo është gjëja e dur për të marrë, është që ju lat shkollën e biznesit, pikërisht sepse pat një shkollë tjetër e cila kishte mundësinë për praktikë. A mundet ta elaborojmë pak të pjesë? Po. Ajo që ndodhi ishte që unë në 90 mesi gjysma e dytë të 97-s gjendem në Amerikë, pranë Bostonit, dhe vendos që të regjistrohem në universitet. Kështu që shkova atje me dokumentat e këtushme të gjimnazit dhe regjistrohem në degën e menaxhimit biznesit dhe bëj një semestër të plot në menaxhim biznesi, ku kishte lënë si po themi kontabiliteti apo ekonomia, matematik, anglisht, mbaj mend ca gjëra tjera dhe dola shumë mirë. Madje mbaj mend që ai profesori na bënte që ishim të detyruar që të kishim një abonim për gjatë semestrit në Wall Street Journal. Sepse donte që ne të lexonim e ta ambientoheshim me Wall Street Journal. Abonimi nuk kushtonte ai shumë, por ato 4 muaj që zgjati ky semestër mua më vinte edhe Wall Street Journal në shtëpi, që është një gazetë financiare. Po duke e shfletuar pastaj fillova të mësoja gjëra atje. Ti bie shkurt, nga që isha sefte në Amerikë, nuk i njihja shumë mirë gjërat në fillim, shkova atje ku shkova dhe u regjistrova në atë degë dhe pastaj pash në universitet kishte në kampusin tjetër, në anën tjetër të qytetit, kishte degë të komunikimit. Dhe pasioni im i madh ishte radioja. Unë doja që të bëja radio. Bëja disa kaseta, merja CD-t, nxirja këngët nga CD-t dhe i vija në një kaset. Edhe midis këngëve lija rreth 15-20 sekonda hapësirë bosh. Që kur isha në makinë duke shkuar në shkollë apo në punë apo këto gjërat e tjera, mbaronte një këngë dhe aty unë bëja DJ-n vetë, thosha sapo dëgjuam nga Celine Dion tani, dhe dia kur do të fillonte kënga tjetër, e dia cila ishte kënga tjetër dhe bëja këtë lojën sikur isha në radio. Kur shikoj që ata kanë një studio radioje në universitet, kanë një studio televizive në universitet, kanë kamera të vërteta, studio të vërtetë, transmetonte për kampusin, studentët që jetonin atje dhe lagje përreth mund ta dëgjonin këtë stacionin dhe ti mund të bëje emisionin tënd ndërsa mësoje në shkollë. Lëndët mund të praktikoheshe, thash okay, kjo është gjëja që unë realisht dua të bëj. Dhe kisha marrë të gjitha 10, si thua, të gjitha A në atë semestër që kisha bërë për menaxhim biznesi. Nuk ishte në një gjë që s'më pëlqente apo që më dukej e vështirë, por ky ishte një pasion, ishte një thirrje që unë kisha për të bërë atë gjë që realisht, shiko, kur flitet për qëllim, se përdoret shumë shpesh fjala qëllim, por qëllimi nuk është një gjë që ti e gjen. Aq më pak qëllimi nuk është dikush ose diçka që dikush ta jep. Që të shkosh te një mentor të thuash cili është qëllimi im dhe ai thotë qëllimi yt është ky. Jo. Qëllimi zbulohet dhe ndërtohet gjatë jetës dhe ti e kupton qëllimin tënd, dikush më ka thënë, sepse trupi yt vibron. Kur je duke bërë këtë gjë që realisht të përmbush edhe të bën të ndihesh mirë dhe thua un kam lindur për të bërë këtë gjë. E kupton në kiminë e trupit tënd që kjo është gjëja jote. Dhe ajo ishte gjëja ime. Unë e dija që ky ishte një gjë që unë e doja, e ndihesha mirë kur e bëja. Prandaj zgjodha të bëj këtë gjë. I humba ato klasa, ato para që kisha paguar për atë semestër, nuk ishte ndonjë humbje për të shënuar në histori, por shkova të bëj atë gjë që mendoja se ishte më e mira. Dhe ato 4 vjet kanë pas klasa si Photoshop, kanë bërë pikturë, kanë bërë kuptimi i filmave, duke parë filma, duke i studiuar, duke i analizuar, domethënë gjëra që dukeshin qef. Në atë ai profesori ynë që ishte dhe head of department, domethënë që kreu i departamentit të komunikimit atje vinte bashkë me qenin. Ne kishte një shepherd atje dhe domethënë ambienti ishte shumë i relaksuar, pedagogët ishin të shkëlqyer realisht, njerëz mbi të gjitha dhe më tha një gjë në atë kohë. Për ata që janë ende, dikush më tha, një nga pedagogët më tha, ne tani jemi kolegë. Ti nuk je një gjimnazist. Këto 4 vjet që ne do kalojmë bashkë janë një udhtim
midis kolegësh për të nxjerrë më të mirën nga ti. Për mua zgjati jo 4 vjet, po 5 vjet e gjys, sepse unë punoja në të njëjtën kohë dhe shkoja në shkollë mbas dite, kështu që nuk i merrja klasat aq intensivisht sa tjerët. Dhe më pëlqeu që zgjati kjo përvoja edhe më shumë, sepse njeriu që isha kur fillova dhe njeriu që isha kur mbarova, po pak nga pak dhe pa e kuptuar fare si ajo Sky Tower që rrotullohet shumë ngadalë, kisha ndryshuar. Ato 4 vite të asaj pune që ne bënim atje në universitet ishin për të nxjerrë nga unë atë që duhet të dilte që aty. Ka thënë njëherë Michelangelo, e pyetëm për Davidin që si e bëre, Davidin e famshëm, e thoshte ai ishte gjithmonë aty. Thoshte ai në atë blok shkëmbi, mua më desh vetëm ta lë të dalë. Edhe në një farë mënyrë kjo është edhe ajo gjë që ju po bëni këtu, ajo çfarë keni brenda, ajo forma e përkryer, skulptura që do jeni një ditë, është aty, po ka nevojë vetëm që dal nga dal me atë daltën si Michelangelos ta nxirrni atë. Dhe kjo është koha kur ju punoni te kjo pjesë, që ajo formë e mrekullueshme të vihet më pa. Tani, ka një gjë që kam përshtypjen në mendjet e tyre do luaj shumë tani, që ti ishe me fat, sepse ishe në Amerikë, edhe kishe një universitet i cili kishte edhe radio, ndërkohë ne kemi universitete që jo vetëm që s'kan radio, mbase disa s'kan as kompjutera, por e shohin shumë të vështirë që ta përfytyrojnë veten në atë përfshirjen totale në universitet edhe në atë gjën që po mësojnë. Mendon se pavarësisht infrastrukturës që ka universiteti apo struktura që të ofrojnë pedagogët, ka hapësira për të gjetur praktikën edhe këtu në Shqipëri ose në atë realitet që jemi? Mendoj se po. Duke thënë dy gjëra. E para, bie dakord që nuk janë ato kushte që meritoni që të ishin, mirë do të kishte qenë që të kishte qenë një nivel tjetër i mësimdhënies, si mjeteve që ju kushtohen juve e që mund t'i përdorni, por realiteti është ky. Dhe ju tani jeni përballë këtij realiteti. Dhe keni dy zgjedhje. Ose do ta përshkoni këtë realitet, do ta çani, ose do dorëzoheni. Ka shumë njerëz në Shqipëri që thonë Shqipëria zbëhet. Shqipëria është një vend i vështirë dhe është. Me të parën nuk bie dakord që zbëhet, po me dytën që është vend i vështirë unë bie shumë dakord. Dhe ka vështirësi, gjëra që duhen bërë gjatë edhe me më shumë forcë se sa po të ishin në një vend tjetër, por guess what? Është kjo që është. Dhe unë gjej që shumë shpesh ka një rehati në të thënit që ky është një vend i vështirë. Njerëzit që nuk duan ta sprovojnë veten e kanë të gatshme justifikimin. Është Shqipëria. Është Shqipëria që më pengon. Është Shqipëria me gjitha ndravat e saj që s'më lë. Ndërkohë në të njëjtën Shqipëri ka njerëz tjerë të cilët ja kanë dalë. Është e njëjta Shqipëri edhe për ata, po ja kanë dalë. Kështu që unë them që duhet zhveshur kjo. Hequr kjo batanie e rehatshme e ngrohtë që thotë ky vend s'bën, kështu që unë mund të flej qet që s'bëra asgjë sepse këtu s'bëhet. Nuk është ashtu. Është një gënjeshtër që i tregojmë vetes vazhdimisht. Ka mundësi. E di që është më vështirë, por kush do realisht që të arrijë atë gjë dhe kërkon disiplinë. Kjo gjë kërkon mundim, po gjithë gjërat që vërtet vlejnë, mendoj që kërkojnë mundim. E pyetën drejtuesin e Nvidias. Nvidia po bën namin tani, kështu që duhet keni dëgjuar për Nvidian e gjithçka që bëjnë. Në një nga këto podcastet edhe i thonë, a do të ndaje me studentët historinë tënde, se si nise kompaninë e gjithçka. Dhe i thoshte, nëse unë do të kisha ditur se sa shumë do kisha hequr, sa shumë do kisha vuajtur, sa shumë do isha munduar për Nvidia, unë do kisha nisë fare. Edhe ishte vetëm iluzioni që ishte më i lehtë se sa ishte vërtet që më bëri që të vazhdoj. Kështu që është gjithmonë e vështirë. Është e vështirë për ata që janë në maj, ka qenë edhe më e vështirë se për ata që janë në një lartësi më të ulët. Kështu që kam mundësi që mund të gjendem, unë nuk i di konkretisht se ku, se qysh, se si janë, por mendoj se gjithkush që kërkon gjen. Kjo është edhe biblike, nëse doni, po kush kërkon gjen, mendoj që ka mundësi për të gjetur. Tani unë kam dy gjëra që lidhen me këtë, prapë në kontekstin e studentëve. E para është, a kishte vështirësi aty? Pra ti ku ishe në universitetin që kishe, edhe punën që kishe, se gjërat që the
duken shumë të bukura dhe duket sikur janë vetëm ato gjërat që ish. A kishe vështirësi ti me rinin tënde në universitet? Ka gjithmonë vështirësi. Nuk ka. Ajo një gjë që mua më thon vazhdimisht është pse u ktheve nga Amerika. Sido që un kam 17 vjet që jam kthyer nga Amerika, nuk është një gjë që ka ndodhur rishtas. Edhe kam qëndruar atje pothuajse 13 vjet, kështu që më shumë kohë kam që jam kthyer sesa kam qenë atje. Dhe kur ma thon këtë gjën, e kuptoj nga toni i tyre që nën kuptimi, nën teksti është që a je i çmendur vallë, më thënë si mundet ti që le Amerikën edhe erdhe këtu. Dhe gati në 100% të rasteve, njerëzit që ma thonë këtë gjë, nuk kanë qenë ndonjëherë në emigrim. Aq më pak nuk kanë qenë ndonjëherë në emigrim në Amerikë. Dhe këtë nuk ma kanë pyetur kështu asnjëherë njerëzit që kanë qenë në emigrim dhe që e njohin Amerikën. Ata që e njohin Amerikën më kuptojnë, e respektojnë zgjedhjen time. Ka mira të tjerë që kanë bërë të njëjtën zgjedhje si unë, janë rreth 15.000 qytetarë amerikanë ose qytetarë shqiptarë me pasaportë amerikane si unë që jetojnë në Shqipëri. Kështu që mendoni, janë 15.000 veta që e kanë pasaportën dhe zgjedhin Shqipërinë në vend se të shkojnë atje. Kështu që nuk jam i vetmi në këtë aspekt. Ka vështirësi sepse atje ti duhet të fillosh gjithmonë nga poshtë. Të gjithë fillojnë nga poshtë. Që në gjimnaz, fëmijët amerikanë punojnë, shpeshherë i kam parë për shembull aty ku kam jetuar unë, në ferma lopësh i bënin akullore. Dhe akullore të freskët, madje ishte shumë e fortë për një arsye, nuk e di, nga që ishte ndoshta aq e freskët. Dhe shitej aty, ata kishin një dyqan, prodhonin qumësh që e çonin andej po bënin akullore. Dhe ishin gjithmonë çuna dhe goca nga gjimnazet që punonin sezonin e verës nëpër këto akullore. Dhe të gjithë fëmijët shkojnë punojnë në restorante. Të gjithë gocat amerikane, praktikisht të gjithë gocat amerikane kanë bërë kamarierën për një periudhë kohe, disa vjeçare, kur janë studente, fjalë 2, 3, 4 vjet, ndonjëra mbetet kamariere gjithë jetën se i pëlqen ajo, është një mënyrë për të jetuar edhe të bërit atij profesionin, por i kam parë që ata nuk kanë asnjë lloj pretendimi kur vjen puna për të filluar në fillim. Dhe pastaj çajin. Ajo që është e mirë në organizatat amerikane që unë shpresoj edhe këtu vjen me kalimin e kohës, nërsa korporatat rriten e maturohen, është që ata i ngrenë njerëzit nga poshtë. Do thotë që nëse shefi im një ditë largohet, del në pension apo shkon në një vend tjetër, radhën për t'ia zënë vendin e kam unë që punoj atje. Jo një njeri që vjen nga jashtë dhe zvendçon shefin dhe ti mbetesh në vend numër O, edhe nuk ke një shteg karriere që është i qartë që ti të shikosh thua, okay, tani po bëj këtë, por mbas 5 vjetësh do jem këtu, dhe mbas 5 vjetësh tjera jam atje, dhe do paguhem aq, dhe pastaj jam kaq, dhe ti kupton që kur je 20 vjeç paguhesh si unë $27.000 në vit, por pastaj 6 vjet më vonë në të njëjtën kompani unë po paguhesha $44.000 në vit. Nga 27 në 44 është në 6 vjet është një rritje e ndjeshme, dhe unë isha akoma 27 vjeç në këtë moshë. Që kur e projektoja veten 40, pastaj do isha në një klap më të këndshme, po e quaj ekonomike. Kështu që po fillon gjithmonë nga poshtë. Fillon gjithmonë në një garazh, fillon gjithmonë duke trokitur nëpër dyer bankash, nuk ka, absolutisht nuk ka një Amerikë që të shtron po themi këtë tapetin e kuq kur ti del nga shtëpia, duhet ta çash, duhet ta ndash, duhet telefonosh, duhet përpiqesh. Këta të Google-it e ti që kanë aplikuar kur kishin atë projektin në fillim në mbi 100 banka dhe kanë marrë mbi 100 jo si refuzim derisa morën ponë e parë, por nuk u lodhën duke kërkuar. Një shprehje për Amerikën që e dëgjova atje, që nuk është shprehje shqiptare, po emigrantësh amerikan thoshte që erdha në Amerikë, thoshte emigranti sepse më thanë që këtu rrugët janë të shtruara me flori. Dhe zbulova ata që rrugët nuk ishin të shtruara me flori. Madje tha zbulova që kishte rrugë pa shtruara fare, të cilat duhet i shtroja unë. Kështu që ajo ëndra e parë që shkon atje sepse dyert janë të hapura, jo, Amerika është ndërtuar mbi mundin e atyre që kanë ardhur, është një komb emigrantësh, është kombi e atyre që vinë me një uri. Ajo që është ndoshta favori është që emigrantët kanë këtë urinë, kanë këtë nevojën, kanë marrë këtë udhëtimin, këtë aventurën jetësore, duke kaluar oqeane, duke ndruar kontinente, gjuhë, vende, kulturë e gjithçka tjetër, dhe vinë atje dhe lajnë pjata për vite me radhë. I kam parë shqiptarë për shembull të lajnë pjata në piceri nga ato që tani janë këtu gjithë në atë kohë unë s'kisha parë në Shqipëri kur shkova atje. Po janë këto delivery.
pizzeri shumë të vogla me 3-4 tavolina që bëjnë delivery dhe vetëm çojnë pica gjithë natën kështu. Punuan sepse i kishin grekët. Grekët kishin shkuar në vitet 70. Dhe kishin marrë këto pizzeritë dhe tani merrnin punëtor shqiptar. Dhe vjen koha kur grekët do dalin në pension, se kanë mbushur atë moshën, edhe filluan të shesin punëtorëve të tyre. Po në masë, ishte fenomen. Domethënë punëtorët që kishin punuar për Jorgon 8 vjet, 9 vjet, 10 vjet, 15 vjet, tani e blejnë atë pizzerinë edhe fillojnë ta punojnë me gruan, me fëmijët, me një kushuri nëse kanë apo miqë shok. Domethënë ndodh kjo stafeta e të marrit të biznesit, po më besoni që ka histori pafund të njerëzve që kanë sakrifikuar jashtëzakonisht. Ty tregoj njërin për shembull, që kam pas mik, ishte një djalë quhet Beni nga Durrësi. Ai lante pjatat në restorantin ku un kam punuar. Para se të filloja punë në New York Times, kam punuar në një restorant, kam bërë pica më shumë se çdo hani gjithë jetën tuaj. Ju betohem. Kam për 3 vjet. Në 3 vjet kam bërë aq pica sa do hani ju gjithë jetën, ndoshta edhe më shumë. Dhe Beni punonte aty dhe un kisha janë 2 javë që kisha filluar punë, ndërsa ky ishte në Shqipëri me pushime. Dhe vjen, dhe un kam 2 javë që jam në këtë restorant, por këtë se kam takuar. Edhe merrte ato tiganët andej këtej për t'i larë kështu, edhe i shante këta çunat amerikan. U kot kështu me çka kanë, shonte në llap. Unë dëgjoj shqip. Edhe thash, pyeta diku atë shqiptar është ky? Po tha shqiptar si puna jote, tha edhe ky. Pa i smifte. Edhe unë tash zira kokën kështu edhe i thosha në llaf shqip. E shaja, e ke parasysh, e kështu. Dhe ai kthente kokën, shifte një herë, 2 herë gjithë natën, atë natë derisa në fund natës, kur aty ishte bërë ai pirgu i madh i pjatave tigan, me kështu unë shkoj edhe i them që e takova. Dhe u bëra shumë mik. Dhe Beni punonte nga ora 4 e mbasdites deri në orën 12 natës duke lar pjata. Dhe pastaj, po mendoni ishte një vend i ftohtë, Boston është i ftohtë, ka shumë të borë, shkonte në 12 natës në këmbë, se s'kishte makinë, si shkosh nga këtu deri tek Medresja dhe pishte buk deri në mëngjes, deri në orën 5. Dhe në orën 5 bagelat, sa njihni ato bagelat e famshme ashtu. Ai bënte bagela. Dhe pastaj në orën 5 merrte prap që atje Medresja edhe një herë këtu shkonte flinte. Dhe flinte deri në orën 2, çoi në 2, hante, vinte në 4 prap për të larë renat deri në 12, për të shkuar në orën 1 prap tek buka, për ta pjekur deri në mëngjes, dhe ky ishte cikli. Dhe këta që ishin aty në atë kohë, thoshin ore çfarë bëm ne që erdhëm në Amerikë? A bëm mirë, a bëm gabim? Sepse ishte shumë e vështirë. Ishte, po ky e bleu shtëpinë, u bë me 2 fëmijë, hapi një biznes të vetin, pastaj vënte bukë, po i bënte për veten e tij, domethënë pishte bukët edhe janë tash Ben's Bagels janë është një dyqan aty që mban emrin e tij. Po ishte shumë e vështirë. Nuk ishte për të gjithë. Ata që shtrëngojnë dhëmbët ja dalin. Tani para se të kaloj te pjesa tjetër, që të jeni parasysh, unë kam kaluar eksperiencë edhe në Shqipëri, nuk kam emigruar, por tani e kam kompaninë në Amerikë edhe jam duke u përballur me njerëz në Amerikë. Është shumë më e lehtë. Domethënë të bëja unë punën që bën Beni këtu në Shqipëri, kisha bërë shumë më shumë se Beni në Amerikë. Të jemi të sinqertë. Pra, unë kam parë shumë e lehtë. Edhe të marrësh të njëjtat reward-e. Pra, kam parë intervistën e Jeff Bezos, 1 milion e parë që ka vuajtur shumë për ta marrë. Koha që e mori ishte më shpejt, po takimet dhe refuzimet që ka patur ai ishin 10 herë më shumë se unë. Këtu, edhe Amazon në Shqipëri, Aladini. 10 herë më shumë, jo 20%, jo 30%, po 10 herë më shumë. Domethënë unë shkoj me idenë në Shqipëri që duhet takojnë 100 për të më përgjitur një investim dhe nuk ndodh që të takojmë shumë se 10. Sepse është shumë e thjeshtë. E njëjta gjë mund të ndodhë në shumë drejtime. Okej, tani e sillim në kontekstin shqiptar, sepse ju keni eksperiencë në mediat shqiptare. Pra, ju mund të jeni në New York Times-i shqiptar, po ta themi, në punë, ose jo New York Times-i, por nuk ka rëndësi, keni parë gjitha mediat. Nëse këta studentë i qasen këtyre mediave për të punuar praktikën e shkollës, a i pranojnë ata? A mund t'i marrin edhe a mund t'a fitojnë eksperiencën në ato media? Mendoj se po. Do t'i tregoj vetëm shkurtimisht praktikën që unë kam bërë. Pak vite mbas kësaj historisë që u tregova, unë kisha në atë kohë rreth 5-6 vjetë që punoja për New York Timesin, punoja në degën e marketingut atje, më morën në provë për 3 muaj, më pëlqyen edhe më mbajtën. Më bën një kontratë pastaj për qëndruar
atje. Dhe ndërkohë po vinte edhe fundi i shkollës. Dhe kishim praktikën, e kishim si pjesë, mund ta merrnim me zgjedhje, po mund të bënim, në vend që të bënim një lëndë në universitet për atë semestër, ne mund të bënim praktik. Dhe duhet ta paguanim njësoj atë lëndën, duket në atë kohë ka qenë dhe $700 moduli i kësaj. Pra ju paguanit praktikën? Unë e paguaja praktikën dhe unë zgjodha që të punoja në një radio, të vërtet kësaj radhe, në një radio komerciale më të madhe në qytetin pranë Bostonit ku unë isha. Dhe e vetmja mënyrë që mund ta bëja këtë ishte që të shkoja atje në orën 5, fatmirësisht e kisha midis shtëpisë dhe punës, qëndroja atje deri në 8, 3 orë, ndërkohë që bëj emisionin mëngjesit, dhe ai vazhdonte edhe pak emisionin deri në orën 9. Po unë ikja në orën 8 dhe në orën 8:30 kisha arrit në punë pasaj. Dhe filloja punën time dhe punoja deri në orën 5. Këtë kam bërë për 4 muaj. Pra paguaje praktikën, pasaj vinte në punë dhe në shkollë. Po. Dhe unë detyra ime ishte që të përgjigjesha telefonatave të audiencës që merrin telefon. Dhe duhet shkruaja, mënyra si funksiononte ishte që unë merja telefonatën, thoshte jam Gjoni nga filan vend, dua të flas për këtë temë, për diçka që pam në televizor mbrëm Dancing with the Stars. Dhe unë shkruaja, Gjoni nga filan qytet, do të flas për Dancing with the Stars. Edhe s'kishe kështu që ta rregullonte, siç e kemi tani në shtëpi. Jo, ajo shkruaja atje, dhe kjo i dilte atij hostit që ishte duke folur ndërkohë në radio. Dhe ai shikonte linja 1, thoshte është Gjoni, do të flas për këtë temë. Ai thjesht e lexonte në ekran atë që kisha shkruar unë nga ekrani tjetër, dhe kështu ai e dinte kur merrte telefonatën që thoshte, "Hey Gjoni, mirëmëngjes. Do flasësh për dancing", domethënë kishte një fjali atje që ti jepte të kuptonte se për çfarë do fliste ky. Mos i vinte siç e bëjmë ne akoma sot në Shqipëri, mirëmëngjes, për çfarë do të flasësh. Edhe ai që është on air, që është siklet i madh, tani mund të presi çfarëdo që ti vi. Dikush që edhe mund ta talli, mund ta ashtu, më kishim këto filtrat, ky filtri isha unë. Edhe kjo prap ishte në temperatura -11 gradë normalisht, domethënë në mëngjes, të borë, për ta hapur me lopatat e të borën. Unë lopatën, janë ca lopatat leta të bore që janë enkas për këtë punë, nuk e hiqja as në verë, e mbaja në bagazh makinës se nuk i dihet asnjëherë. Domethënë ishte mundimshme, ishte e gjatë, ishte jo vetëm që s'paguhesha për këtë punë në radio, por paguaja unë ato $700, por ama ishte përvojë. Sepse unë tani kisha çmitizuar se çfarë ndodhte në një stacion radioje, si bëj një emision mëngjesi. Unë çfarë duke bler, duke parë, duke vjedhur në thonjza, se si bëj kjo gjë, çfarë ndodhte aty realisht. Unë isha dëgjuesi i radios pambarimisht, e kisha shumë qejf. Po ta shikosh nga ana tjetër, pastaj ishte diçka shumë e vyer. Dhe kam bërë këtu me studentë të gazetarisë të njëjtën gjë. I kam marrë në radio. Kjo ka qenë një projekt ku ata nuk kanë paguar asgjë, dhe për 4 muaj kanë ardhur dhe kanë mësuar si bëhet një kronik, si bëhet montazhi televiziv, si flitet në mikrofonin e radios, gjithçka vetëm për të çmitizuar këtë, se pashë te gazetaria ata dilnin me fletoren sjetull, dhe kur ti shkon në një vend pune që ka teknologji, ka ato lingon e vet, mënyra si flitet, si quhen gjërat e ku diun se çfarë, dhe ti jesi ai dreri në dritat e një kamioni që ngrinë, nuk lëviz dot. Dhe thash, nëse e çmitizojmë këtë, nëse këta çunat e gozat kanë hyrë, kanë parë, kanë prekur, kanë përdorur të gjitha mjetet, kur të shkojnë trokasin nesër, e ti thot ai, po e bën ti dot këtë? Ai mund të thot po e bëj. Po di se si bëhet paktën, nëse nuk e bëj, po di se si bëhet. Dhe ka qenë shumë i suksesshëm. Për 2-3 vjet që kemi pasur atë, kanë ardhur ata studentët, dhe me thënë të drejtën, se me njërin tani kolege pata një bisedë në një vend një ditë më vonë kur u takuam bashkë, ata që ishin më të përkushtuar, që merrin vetëm një certifikat që në fund fare realisht ligjërisht nuk ka se vlen ndonjë gjë përveç se për stimul moral, ata sot gjithë punojnë në televizione. Në Klan, në Top, në ABC News, në Euronews. Unë kam kolegë tani, ata që i kisha student, ata më quhen profesor, mua se do që si ishin studentët e mi direkt, por ata që ishin më të dhënë, e nuk ishin pak, të gjithë kanë gjetur punë. Se thua që nuk do të them kanë gjetur punë, se nuk është me ngrënë çap buk, domethënë punë. Ata po bëjnë atë që donin që të bënin. Edhe e donin aq fort sa që nuk u rëndej, që mbas mësimit shkonin të kalonin. Kjo ishte 4 herë në javë që unë bëj atë. 4 herë në javë për 4 muaj të vinin të mësonin me mua atje se si bëhet kjo gjëja. Shumë e vërtetë është, edhe eksperienca ime e punës këtu në fillim ka të njëjtin kontekst. Unë vajta te Neptuni, edhe po përfytyroja, po ndroja çfarë pune është, sepse kisha mbaruar shkollën, kisha mësuar, edhe
Gjëja që më thonë ata të Neptuni, më thonë merchandiser. Nuk e kisha dëgjuar asnjëherë këtë fjalë, domethënë si ai dreri. Ç'a ndodhi këtu? Fatmirësisht, unë e pyeta, nuk e di çfarë është kjo, të them të vërtetën, po do ta mësoj, ta bëj. Pra, se unë kisha vajtur si praktik, s'do më paguanin lek, kështu që e kisha mundësinë t'i thosha atë gjë, dhe i pyeta çfarë është, edhe më tha, nuk e di mas ne çfarë është. Na ka thënë konsulenti që duhet ky pozicion, gjeje vet, ndërtoje vet edhe bëje vet. Edhe e bëra për 3 muaj atë gjë. Pasaj unë kalova të gjitha shkallët që ishin aty, ndërkohë të gjithë njerëzit që ishin te Neptuni më thoshin të njëjtën gjë, po ku ritesh këtu? Këtu s'të rit njeri në detyrë, këtu ne kemi të rjetën me këtë rrogë dhe kemi ngecur me këtë rrogë, ndërkohë unë vetëm vazhdoja ritesha. Dhe arsyeja ishte sepse unë kisha vajtur për të mësuar aty. Nuk kisha vajtur as për të atë rrogën, sigurisht që e doja rrogën, por kisha një objektiv për të mësuar se isha i ri. Unë kam shumë diskutime në këtë pjesë, po do doja të kalonim te pjesa tjetër e medias tani, sepse ajo ka një kontekst edhe më të rëndësishëm, pavarësisht se kjo ishte një minjerari për studentët, në qoftë se do e vlerësojnë, po disa do e vlerësojnë edhe do na i kuptojnë mbas 5 viteve mbase.